Pra, në qoftë se ne mendojmë që ky vend dhe kështu po kthehet, është kthyer në një vend një partjak, për shkak pushtetit fuqishëm që ka Rama dhe opozita dal nga dal po vjen s'ka më numra, po s'pati as numra nuk e imponon. Do të ishte dikush që do premtoj që të rrëzoj Ramën. Po patjetër. Po pse? Ai është kryetari i Bashkisë Tiranës. Sepse se ta thash edhe një herë, Bashkia e Tiranës nuk është në atë nivel tani që ja erdhi kandidati juaj dhe do ta bëj të bardhën. Sepse kështu jemi mësuar ne ta shikojmë. Me çfarë merret Bashkia? Ç'është detyrë e kryetarit të Bashkisë? E para punës ai do jetë i rrethuar me një këshill bashkiak socialist që s'do bëj asgjë. S'ka rëndësi. Me çfarë merret kryetari i Bashkisë? Zëri i tij do jetë më i rëndësishëm politik se sa teknik. Me çfarë merret kryetari i Bashkisë? A merret me çështje? Merret me çdo gjë. Teknike. Por nëse pranojmë që problemi është një partitizmi që sot që po kthehet në Shqipëri, atëherë kryetari i Bashkisë nuk është drejtori, nuk është drejtori. Unë një nga vretet që kam pas për Erion Velien ka qenë kjo, që ai nuk u ngrit kur si një figurë politike, nuk hodhi teza kur politike. Ai ishte thjesht lulishtia këtu, ku di unë pema këtu. Denis, i ke pas sondazhet e shqetësimeve që kanë qytetarët e Tiranës për Tiranën? Po patjetër, po. Sa prej tyre thon halli më i madh i joni në Tiranë është që të rrëzohet Rama? Po s'është kjo,